njeri i cili ishte njekës apo përkahës i fejes të jahudive, i njeke librat e përparshme të pejgamberve të Benu Israilve, e kishte emnin Abdullah ibn Selam. Kur e ka pa Abdullah ibn Selami Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka thonë inna wajhahu laysa bi wajhi kadhab. Ftyra e këtij nuk është fytyrë e rënavecit, është esna, është domaçin, është i sjellshëm, i moralshëm, i ndershëm, nuk ka mashtrues. Se ka njerëz të mëshëm, dietar, kur tulesh bisedosh me njerëz të mëshëm, nuk ki nevojë me kallëzue se çfarë diplome kije. Ai pi muhabetit me ti 3-4 fjalë ti banë me ti, ai dikton tia, ai e për një me i dalë të fësije. Ja Muhammed, i kam 3 pyetje. Ndërsa pastaj Abdullah ibn Selami thot, me këto 3 pyetje, thot e testova pejgamberllukun e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Shka do t'i pyes, nuk i di kërkush jashtë se një pejgamber që është pejgamberi Allah. Cila është shenja e parë e kiametit? Dhe cila është ushqimi i parë që kanë me hangër xhenetlit në xhenet? Tha, si mujna me ditë fëmija që ka mu zonë në barkin e nonës, kujt ka mi gajt? Atë të cilën dua sot ta interpretoj dhe ta përceli deri tek ju si mesazh, është një mësim që pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallami në momentin kur i vjen urdhni i Zotit Dhul Xhelal, urdhni Allahu te bareke ve taala që ta braktis vendlindjen e vet, që të largohet nga vendi ku ka rrit, nga vendi ku në të cilën i ka kalu çastet apo vitet e para të ymrit të jetës së tij, e urdhon Allahu xhaleshanuhu me hijret, me emigrim, që të shkoje prej në Mekke në një vend tjetër, vendi i quajtur Medina Munawwara. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, të dashurit e mi, me mundime të shumta, me telashe të panumërume shumta, e kalon udhtimin e vet me shokun e tij Ebu Bekrin, babgjyshin, dostin e jetës i pari i muslimanëve që pranoi fejen islame nga dora e Resulullahit alayhi salatu wasalam prej burrave, do dale në udhtimin e vet drejt vendeve të shenjta që ishin në Medinë, që ishin në atë kohë në Medinë. Do dale udhtimin e vet ta realizon me deve, që sot shumica e njerëzve që shkojnë të vizitojnë vendet e shenjta me autobusa komfore, me udhtime dhe mjete të rahatshme, ankohen edhe thojnë vallahi gjatë, vallahi munim, vallahi kështu, ndërsa Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në ato temperaturat e larta, në ato kushte prezente në atë kohë udhton me deve, sipas transmetimeve 7 apo 8 ditë udhtim që zgjat 500 kilometra. Arin në Medinë. Si zakonisht udhtimet kur arin udhtari në një vend edhe gjen në atë vend atje rahatien, e haron udhtimin edhe munimet që i ka pas. Resulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallami masi që arriti në Medinë, e pas e banorët e Medinës ishin duke e prit me një gëzim të jashtëzakonshëm, ku fëmijët e vegjël kishin dalë mbi pallmat e hurmave dhe këndonshin ato poezie dhe ato vargje të poezijës, duke bo mikpritjen më të mirë që mund t'ja bëjnë një pejgamberit Allahut. Besimtarët dulën e pritën Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe e strehun në Medinë. Kur e strehun në Medinë, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Ejub el-Ansariut radhiyallahu ta'ala anhu, një sahabi shumë i madh me karakter, shumë i madh me ahlak dhe sjellje, e pranoi të shtëpia pejgamberin alayhi salatu wasalam disa muaj. E boni misafir dhe kjo ishte me përzgjedhje të Zotit Dhul Xhelal, sepse këtë sahabët dëshin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetë misafir atij. Dhe kur u stregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ende nuk u mrihet ajo çka dojmë me mri, që është mesazhi i kësaj
dersit të kësaj dite të madhe, fillun njerëzit me ardh edhe me u taku apo me lip takim me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Derisa radha erdh një njeri i cili ishte njekës apo përkahës i fejes të jahudive, i njeke librat e përparshme të pejgamberve të Benu Israilve. E kishte emnin Abdullah ibn Selam. Abdullah ibn Selam kish pas hec prej dietarit të dietarit, prej dietarit të dietarit, për me lip të vërtetën, por ishte antari fejes së jahudive. 3 fe janë të qiellit, xhamat mos harroni, 3 fe janë të qiellit: jahudizmi, krishterizmi dhe feja islame. 2 të parat, jahudizmi dhe krishterizmi, e ndrun. Njona e shtoj, njona e paksoj dhe devijun të dijat. Dhe mbet prej feve të qiellore, islami e cila u garantun nga Zoti Dhul Gjelal që nuk do të ndrohet. Dhe u garantun nga Zoti Dhul Gjelal që Allahu e ka shpall, Allahu e ka zbrit dhe Allahu do të mbron librin e vet, dhe do të jesë feja islame e vet një fe e pranuar te Allahu Dhul Gjelal. Dhe këto që ishin dietar të asaj kohe e pritshin një pejgamber, e pritshin se do të vjen një misionar i Zotit Dhul Gjelal, i cili është i fundit, u përshkrujt në librin e Isait se e ka emnin Ahmed. Në disa libra tjera u përshkrujt si Ebel Qasim, që ishte nofka e pejgamberit a.s. Në disa libra edhe direkt emnin Muhammed. Dhe dul ki dietari madh që ka emnin Abdullah ibn Selam dhe kërkoj takim me pejgamberin a.s. Kur e pa, mojni men xhamat, kur e pa ftyrën, e tha një fjalë që e shënoi historia islame me ngjyrë të arit. Tha: "Lamma ra'aytu wajha al-Mustafa", thot kur e pash ftyrën e pejgamberit Muhammed Mustafas, "Kultu fi nafsi", thot i thash vetes teme në mbrëmësiren e shpirtit, "Inna hadha al-wajh laysa bi wajhi kadhab". Tha, që kjo ftyrë që ka e shoh unë nuk mund asnjëherë të jetë ftyrë një gënjeshtarit Renavecit. Subhanallah. Dietart i kanë dallu njerëzit për ftyrë, cili është prevarant, cili nuk është. Cili është Renavec, cili nuk është. Cili mund të shpike diçka, cili jo. Ai që është esnaf, ai që është domaçin, ai që është i ndershëm, ai që është i sjellshëm, ai që është besnik, është fisnik, diktohet për ftyrës xhamat. Ai që është hajdut, ai që është prevarant, kur ta shohsh në si, e dikton më një herë, i thua se që ki kanë atë xhambas. Çka do me thonë xhambas? Te ne kanë nis ta përdorin këtë etiketim si aftësi, jo. Xhambas do me thonë qibritash, do me thonë hajdut, do me thonë renavec, do me thonë tradhtar, do me thonë mashtrus, do me thonë me etiketat më të këqija. I livritin thot sit, hoxho, si ta shoh thot atje, i livritin sit. Sidomos policia e din këto xhamati jon që kanë polici, si ta shohin ftyrë, din se ki kush është. Ato narkomanat diktohen, i kanë ato simptomat e vetë në ftyrë. Hajduç diktohen, renavec diktohen, ato që janë prevaranta diktohen. Ai mundohet në stacion policisë, policin ta prevarite. Se i ka kalu polici si kuraj. Ama ai mundohet, se në gjak i ka punu. Kur e ka pa, Abdullah ibn Selami, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka thonë: "Inna wajhahu laysa bi wajhi kadhab." Ftyra e këtij nuk është ftyrë e renavecit. Është esnaf, është domaçin, është i sjellshëm, i moralshëm, i ndershëm, nuk o mashtrues. Ju afrova. Kur ju afrua për shëndeta, i thash: "Paqja e Zotit qoftë mbi ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Thojni sallallahu alaihi wasallam, sevapi madh xhamati jam ditën e xumë, dhe ditë të tjera, po ditën e xumë është shumë sevap kur ta ndëgjosh emrin Muhammed me thon sallallahu alaihi wasallam. Thot ju afrova. Edhe deshta thot ta testoj. Tash është për një çaj pejgamber. Se ka njerëz të meçëm, dietart, kur tulesh bisedosh me njerëz të meçëm, nuk ki nevoj me kallëzue se çfarë diplome kije. Ai pi muhabetit me ti, 3-4 fjalë ti banë me ti, ai dikton ti, ai e për një me i dalë të apësije. Ai e për një me original apo i e falsifikat.
Ai dikton ti, sa të bësh muhabet, për çat Afozidrizi rameti pa shpirti, keni ndëgju për Afozidrizin e Allaxhës, kur e veçin sa sharte i ka Islami, mbi sa shtilla ndërtohet Islami, thej ke 6. Ato i thëshin o hoç, po ketbe kanë thon 5 ti 6. Tha 5 e para shahadeti, namazi, zekati, Ramazani, haxhi. E 6-ta thot me ditë kur të ulesh, ku ulesh çka duhesh me fol. Kjo është e 6-ta. Mos me thon llaf pa llaf, se njerëzit vlerësojnë me atë çka e thu ti. Njerëzit nuk vlerësojnë se ti ai je i madh, ai je me muskulla, ai je me atë, ai je me ket, ai je i shpejt. Jo, njerëzit vlerësojnë se si fleti. Në qoftë se e ki gjuhën pis, e ki gjuhën e pisaft. Ato çka do thojnë? Leneve se s'kesh korxhon për këti, kishte në gjuhën e popullit Gollavoda. Gollavoda, s'ka për këti korxhon, kish hapshall, ki cicëlik është. Pse? Për atë arsye se ti e kallzon nga goja jote, nga ajo që ti e shpreh, e kallzon se çfarë kulture kije. Tha, ja Muhammed, i kam 3 pyetje. Ndërsa pastaj Abdullah ibn Selami thot, me këto 3 pyetje, thot e testova pejgamberllukun e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tha e pyeta i thash, ma awwalu ashrati as-sa'a. Tha o Muhammed, çto shka do t'i pyes, nuk i di kërkosh jashtë se një pejgamber që është pejgamberi i Allahut. Ai je pejgamber dush me i di. Në qoftë se si di këto, atëherë nuk i je pejgamber i Zotit. Qeni edhe kanë ditë edhe si me vet. Kanë ditë edhe si me ju afru njerit për me bo muhabet. Te ne nuk din edhe si vesin. I pyesin do pyetje shka nuk janë pyet asnjë dietar, nuk janë pyet asnjë pejgamber ndoshta më herët. Te ne hin me xhlisa i të vetë për diçka shka nuk hiç kur gjon kërkon nuk figuron edhe nuk mundesh ta gjesh. Tha Muhammed, cila është shenja e parë e kiametit? Shumë interesant ja hit. Shenja e parë e kiametit. Xhamati jon kur i veti thua ai dini shujn. A ka dikush me vet diçka kur kush skallzon? Kur dalim pite dera, ja nisin masane pyetjet e përgjigjet jashtë, atje, ama me zveti. Jo me atë dietarin, me atë hoxhën, me profesorin, me edukatorin, me doktorin e me jashtë. Mësuesin nuk e vesin klas, po e vesin jashtë klase. Tha o Muhammed, cila është shenja e parë e kiametit? Kjo është ta pyetja e parë. Pyetja e dyta, ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna. Tha cila është ushqimi i parë që kanë me hangër xhenetlit në xhenet. Pyetje shumë interesante. Thotë hoç po habet hina në xhenet, mos onë se kena gajle se shka hajna këtë di hajna. Po inshallah, Allah i na bën nasip inshallah, po dietart hulumtojnë. Ki ka qenë dietari jahudive dhe e pyet pejgamberin alayhis salam për ta vërtetuar pejgamberllëkën e tij. Thot, a e di, pasi që pretendon që i e pejgamberi Zotit, cila është ushqimi i parë që kanë me hangër xhenetlit në xhenet. Dhe e treta, tha, ma balu lweledi yenzi'u ila abihi au ila ummi. Tha, si mujna me ditë fëmija që ka mu zonë në barkin e nonës, kujt ka mi gajt. Subhanallah. Fëmija në mitrën e nonës, prej ditës parë, kujna ka mi gajt. Te ne minër ta jepim përgjigje. Si të është i mirë ka ne. Si të është i keq ka dajt. Subhanallah. Minër ka dajt qia dje, ndërsa ka ne të mirë. E une e kom të regu edhe këtu, në edukimin e fëmijëve, kur janë mirë ka ne, kur janë keq ka dajt, e ka marrë migja fëmijën, minër të parin sen, thot a da e kallish një, Malboro. Subhanallah. Gabim, në edukimin e fëmijëve, du të me pas shumë kujdes. Mos me përdor fjalë të këqija se fëmia është si singeri i merr mini herë copy paste. Mini herë kopion prej teje. Sjelljen moralin e keq shamer mini herë. Ndërsa atë mirën shejtani si ja let ta marrë e ja vanon, derisa ai të bën vetë dije ta luftojë shejtanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti. Kur i parashtron këto 3 pyetjet nga ky dietar i jehudive, pejgamberi alaihi salatu wasallam heshti dhe pastaj ju përgjigj. Kishni shumë interesant se çka i tha. Tha, o ti pyetës, o ti filan që ki ardhë me vizitu, tha, më të regoj Gjebraili, nuk tha po ta jap përgjigjen. Kjo është shenja e parë e pejgamberllëkit që e lipke Abdullah ibn Selami. Nuk e lipi përgjigjen minëherë, e lipi
ta shofe sjelljen e tij se si do jetë reagimi. Ka dikush alati si kisos pyetën e kur kum përgjigjen. Pse ai papagall i ka mësue këtë në memori, nuk i merti t'i këshire dhe t'i analizoje se cilla sa peshon edhe ku peshon. Pejgamberi a.s. tha, më erdhë Gjebraili dhe më informoj. Që do me thonë se nuk mund e dit, se ne di njeri se në xhenet kur t'hinë se që ka me u bo, në qovë se Allahu nuk t'ka mësu. Shenje pejgamberlëkët është që nuk flet nga hamendja. Allahu në Kurani Kerim tha për pejgamberin a.s. wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tha nuk flet Muhamedi a.s. nga hamendja. Nuk flet Muhamedi a.s. nga mendja e vet, nga krija e vet. Si thojmë të ne, ma merr menja. I kishin thonë mulla Jakupit, ma merr menja, ka thonë menën tonë e lene, e këshirë çka ka thonë Zoti, se menja jote s'ka kapacitet ta mrije atë që e ka thonë Zoti. Na e kina atë qipin në trushka, e kina shumë të vogël në krahasim me atë se Zoti shka ka dashur me thonë. Tha, më informoi Gjebraili. Kur i tha kështu, Abdullah ibn Selami tha, dhaka aduwul jehud min el melaike. Tha, ajo është armiku më i madh të jahudit prej melekve. Subhanallah, vetë jahudia kallëzon se Gjibrilin a.s. e urren jahudit. Dërsa meleku më i madh i Allahut, i cili Allahu ja ka besue shpalljen, është Gjebraili. Në përmet Gjebrailit i kanë ardhur librat këtij pejgamberve. E ato e urren Gjebrailin a.s. se ato gjithmonë pejgambert e Zotit janë konë të përkrahur nga Gjebraili a.s. Edhe sot, në atje në Tel Aviv atje, në bindjet që i mësojnë në për shkollat e veta e kanë që të urrejet minihere me automatizëm Gjebraili. Minihere, nga kushtet e besimit duhet urrejet Gjebraili. Ndërsa në Kur'anin thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, men kana aduan lillahi wa melaiketihi wa Gjibrile wa Mikail, fa inna Allaha aduun lil alamin. A i cili e ka idhrimin edhe urejtjen edhe e uren Allahun, edhe është armiku Zotit, edhe armiku melaqeve, edhe armiku Gjebrailit, Allahu është armiki ative. Subhanallah. A i cili nuk e do Gjebrailin, nuk e do Kur'anin. A i cili nuk e do Gjebrailin, badjava shka kthejet ka kibla, nuk mundet të jetë musliman. Tha Gjebraili më informoj. E para shenjë që ka me dalë, para se të filloje shenjat e mëdhoja të kiametit, është të dalë, tha, një zjarë në lindje që ka me i përzon njerëzit në perëndim. Subhanallah. Zjarë i madh, a do jetë ajo vulkan, a do jetë në zjarë që e kryon Zot, Allahu alem. Djetarët kanë folë dhe kanë komentu, po se kemi temën në këtu. E dyta, tha, ushqimin e parë xhenetlit që ka kanë me hangër, kanë me konë mëshknit e balenës. Subhanallah. Mëshknit jahit balenës, seft e xhenetlive kanë me ju dhonë me hangër për asaj. Pse? Zoti e di ati. Thuat se i kanë balena, keni pa, balena ka të mëdhoja që kur del me qindra ton e ron, Allahu e din çfarë balene dhe mëshknit e balenës do t'ju pregaditën xhenetlive, sipas disa transmetimeve, një pjesë e mëshknive të balenës do t'i jepet ushqim xhenetlive. Kjo është ushqimi i parë. Dhe kur ta hajnë këtë ushqim, bas kitapeve kanë me thonë kur s'kemi hangër ushqim më të lezetshëm. Dhe ja japin xhenetlive me hangër edhe me shiju knatësien në xhenet, duke hangër mishin e mëshknive të balenës. Ndërsa e treta, ka thonë Muhammed, ka thonë e treta në qoftë se, kur bashkohet buri me grujen, edhe kanë kontaktin intim, edhe ujrat e burit në qoftë se shpërthejnë sefte, komi ga familjes burit. Në qoftë se shpërthen uj i
që rezulton mas kontaktit intim bure grue, gruës komi nga e vladi familjes gruës apo nanës. Kur i ndëgjon këto 3 pyetje, përgjigjet pyetjeve që i parashtroi, Abdullah ibn Selami e ngren gishtin edhe thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. Thot dëshmoj që nuk ka zot tjetër përpos Allahut dhe dëshmoj se ty o Muhammed i je i dërguar i Allahut. Kur e pranojnë sot fejen islame në për Evropë, i shifni në rrjetin social me qindra, ndoshta me mija njerëz i pranojnë fejen islame sot, nuk e pranojnë islamin se i shohin musliman të uvra njëri me tjetrin, jo. Nuk e pranojnë fejen islame se i shohin musliman duke urrej njëri me tjetrin, jo. Nuk e pranojnë fejen islame se e shohin se si shkelen me vetur njëri me tjetrin, jo. Nuk e pranojnë islamin se e shohin në për pazare se si bëjnë mashtrime në kantar vedhin, bëjnë mashtrime në kube dhe në metre, katrore dhe kështu, jo. Nuk e pranojnë fejen islame se këshirin me zaptu edhe me uzurpu toka. Nuk e pranojnë fejen islame me mashtrime partijake. Nuk e pranojnë fejen islame me rena. A i dini me shka e pranojnë fejen islame? Wallahi, billahi. Ma dërgu një video pas namazit kushdo me e pa në Itali, para disa ditve, një djali i ri. Ku veç kur e ka pa videon, për herë pa, e ka pa videon e Qabës, edhe imami i Qabës qodë në kome dhe thot isteu, dretoni safet, me automatizëm thot ashhadu an la ilaha illa Allah. Çuditët, pse? Po thot unë jam psikolog, kam studiu, kam su, kam shkri men, nuk mundet me miliona njerëzi, me qindra mija njerëzi, një njeri me një fjalë të shtije në viket. Subhanallah. Sistemi islamit, cëllim sistem mundet sot me të pru tije këtu. Jo vëlla shkoj këtu heci, në altë poshtë, sistemi Allahu Gjeleshanuhu e ka bojnë jetën e muslimonit vi. Kur e shofin që këtë vi, ato që nuk janë në vi, marin lakmi. Edhe ato thojnë, po që kjo është sistemi, du të me pas ren, du të me pas disiplin, du të me pas ndershmëri, du të me pas moral, me foli meqmi, a tjetri me ngu, njoni me foli, a tjetri me ndëgju, a kur ka me pyt tjetri me vëmendje me dëgju, me pas respekt ndërsjell, me u kujdes për njëri tjetrin, me e majt vijen, me e majt renin, e kështu me radh, e pranon islamit në midis Italijes. Djali ri i shkollum. Po, kur e pa Abdullah ibn Selami se rjedh pejgamberluku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Allahu, me atë që të cilën e mëson Allahu nëpërmjet Xhebrailit, metodën të cilën ja prezanton pejgamberi alaihi salatu wasallam me butësi, nuk ka vrasësi, nuk ka inat, nuk ka provokim, edhe pse provokimi vjen nga ai i cili pyet në këtë rast, ai e pranoi fejen islame. Dhe i tha, ja Rasulallah, une në mesin e jahudive jam më i ndershmi, tash do të vinë delegacioni jahudive të ti. Mos i trego se jam bu musliman, pyti njerë, shka do thojnë për mu, ta dish se ne jahudit rejmë shumë. Subhanallah, rejmë shumë. Vjen delegacioni, Resulullah i thot, dil që këtu mas, që këtë odën tjetër, dhe kur vinë ato djetartë në thojzat të jahudive, ato me bishtat e gatë, ato me ato sheshirat e mëdhoj, vinë të Muhammedi a.s. thot, Abdullah ibn Selami, a është prej juve? Thot po, ajo është i miri jonë, ma i miri mesin tonë. Baba vetë ka konë ma i miri prej neve, gjyshi vetë ka konë ma i miri piketve, a i katra gjyshi atje o konë djetari madhi jahudive. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, shka në qovë se Abdullah ibn Selami është bu musliman? Thot, s'ka shansa. I thot, o Abdullah, dil. Kur del Abdullah, edhe thot, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, i thot, no Muhammed, por reve se kjo kon pis gjithmonë. Ki kur së kon i meqëm, kjo kon shapshal glub. Ki, baba vet, alo ma glub, babës vet, a i katra gjishi, po këtë janë kon këto mashtrus. Që kështu janë munu edhe munohën të mbulojnë dritën Allahut, ndërsa drita e Zotit do të arije dhe do të jetë nga dhënjimtare dhe fitimtare, edhe pse i mysin atje në Palestinë fëmijët, edhe pse i ekzekutojnë plesht edhe gratë,
Edhe pse e bëjnë zullumin, nuk do të mujnë ta fitojnë dritën e Zotit. Drita e Zotit do të jetë ajo që ka me fitu dhe ka me hi në çdo shtëpi. Lusim Allahun xhallashanuhu ve xhalla xhelalu rinien ton në Islam të udhëzon. Pleqve ton të jep ymër gjatë dhe shëndet të plot, të smundit të shëron, të burgosurit pa fajshëm të liron, ata zullum qartë me zvete, helaç t'i ban. Ne lusim Allahun xhaleshanu, ketë ata që kanë borx prej borxhit, Allahu t'i pastron. Kretë ata që kanë hi në kredit, kretë ata që kanë hi në kamat, Allahu nga kjo bela t'i shpëton, ja Rabbi. Kretë ata që kanë telashe të dunjas, strese, gajle, probleme familjare, Allahu nga këto probleme, strese t'i shpëton. Jannatul Firdausi nasib na ban. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.